Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi së bashku edhe në këtë mbrëmje të sejntes për të folur për një temë shumë të veçantë që natyrisht do zgjë kuriozitetin e të gjithëve. Kur bëhet fjalë për ruajtjen në një bank të një vlere monetare, sigurisht që bëhet fjalë për siguri. Por kur flasim për ruajtjen me shumë kujdes të llojeve të ndryshme mbi 5000 lloj farësh, kryesisht autoktone në një bank, natyrisht që kjo zgjon kuriozitetin dhe këshërinë e të gjithëve. A ekziston në Shqipëri një bank gjenetike e cila ruan në fakt farrat? Si klasifikohen ato? Sa kohë duhet të ruhen dhe do të mundemi ne me ruajtjen e tyre në fakt të ruajmë të paprekur originalitetin e prodhimeve tona bujësore, por jo vetëm. Për këtë, po dhe për shumë të tjera, dhe për një punë hulumtuese në teren, studimore, ne do të flasim me një profesor të nderuar i cili vjen për herë të parë në Pak nga të gjitha, apo jo për herë të parë në ekranin ton, me profesor doktor Robert Damon, pedagog në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin Fastilian Noli të Korçës. Profesor, mirë se erdhe në Pak nga të gjitha. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën dhe për temën që keni zgjedhur. Është një temë që unë jam e bindur do zgjë kuriozitetin e gjithëve, po mbi gjitha dhe ne kemi mësuar shumë kur kemi lexuar për këtë bank që tashmë prej vitesh funksionon në Shqipëri, po mbi gjitha për punën hulumtuese që ju bëni për të ruajtur farrat autoktone të ndryshme. Më ka bërë shumë përshtypje kur kam lexuar se ne kemi një bank në Shqipëri që ruan 5222 varietete. Dhe prej tyre 4120 lloje mbahen si fara, duke përfshirë specie të ndryshme si perimet, drithrat, bimët mjekësore, bimët aromatike, bimët industriale dhe bimët foragjere. Banka gjenetike shqiptare duket që luan një rol të rëndësishëm. Pse është e nevojshme të ekzistojë një bank në një vend, profesor? Para se të përgjigjem pyetjes, një korrigjim të vogël. Numri 5200 janë aksesion ose mostra. Nuk janë varietetet të ndryshme. Në kuptimin mund të jetë një varietet, po marr për shembull grurin dajti, po mund të jenë nga ky grur mund të jenë një numër mostrash, 5-10 mostra të marra nga territorë ndryshme të Shqipërisë që ruajnë në atë vend. Dhe ndërsa si numër kulturash, po ti marrim, duhet të jenë rreth 200 kultura që ruajnë nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. Dhe në këtë temë shumë interesante do të na bashkohet pak minuta më vonë profesor doktor Sokrat Jani, unë do ta quaj një koleg me të drejtë sepse ai prej vitesh ka qenë autor dhe ka drejtuar një emision shumë interesant, Rrënjët e ushqimit tënd. Me profesorin do të lidhemi pak momente më vonë drejt për drejt nga Tirana. Profesor, pse është e rëndësishme të kemi në një bank në Shqipëri të kësaj natyre? Banka gjenetike ekzistojnë në gjithë shtetet e botës. Disa shtete kanë më tepër sa një bankë, ose ne në Shqipëri kemi bankën kombëtare gjenetike, i cili është një institucion me vlera të jashtëzakonshme për vendin tonë, por njëkohësisht dhe me vlera për te vendin tonë, europiane dhe ndërkombëtare. Sepse një pjesë e resurseve gjenetike tona, dhe pra të autoktone të Shqipërisë, ruhen edhe në bankat të tjera gjenetike, të paktën në rreth 30 banka të vendeve ndryshme të botës. Ne përmendëm pak më parë që kemi varietete nga më të ndryshmet. Kryesisht, si bëhet përzgjedhja atyre, profesor? Përzgjedhja duhet të bëhet para mbas të informacionit që mund të marrësh, ekspeditave të ndryshme në teren dhe gjurmimi i tyre. Sigurisht që një varietet që të quhet autokton, ose lantrace, se përdoren disa terma, varietete fermeri, populata, dhe të tjera që mos zgjaten shumë me terma, duhet të paktën 50 vjet, deri 50 vjet, deri në 70 vjet, të jetë kultivuar në të njëjtin vend, që të fitojë një përshtatje me kushtet lokale ku është rritur dhe është kultivuar, pavarësisht nga origjina që mundet këtë patur më përpara, dhe si rezultati një përshtatje ndaj kushteve të kultivimit dhe kushteve të mjedisit dhe agroekologjike në përgjithësi, ajo mund të fitojë veti të tjera që nuk i ka patur më përpara. Dhe pikërisht këto duhen gjurmuar. Kryesisht në çfarë temperature ruhen, profesor? Temperaturat e ruajtjes së farrave është në -20 gradë.
Minus 20 gradë. Dhe ka teknike të caktuar vuhet në minus 20 gradë në frigorifer special, për para se të futen në frigorifer në këto temperatura, bëhet përpunimi tyre për t'i vënë fara në gjumë. Për t'i vënë farat në gjumë. Dhe për sa vite duhet i vësh to fara në gjumë? Se kam lexuar një informacion interesant që ka fara që qëndrojnë të pa lëvizura, pra kështu në gjumë si shtoni ju, 50, 20 dhe 10 vite. Si bëhet ky klasifikim, kjo përzgjedhje? Normalisht fara në këto kushte, do të në minus 20 gradë dhe e përgatitur si duhet, e ruan fuqinë mbishte deri në 50 vjet. Që do të thotë dhe pas 50 vjetësh ta nxjerrësh atë, ta kultivosh, ajo mbin normalisht si një farë që mund të ishte një vitin përpara. Dhe kjo është ruajtja afatgjatë që bëhet. Në varësi pastaj të qëllimit, mund të ruhen edhe për periudha më të shkurtra, për shembull 20 vjet, mund të ketë 5 deri në 10 vjet, se zakonisht sa më i shkurtër të jetë afati, janë kryesisht mostrat e punës, me të cilat punohet për të seleksionuar ose për të i përmirësuar ato, ose për të përfituar edhe varietete të reja në bazë të vetive të dëshiruara që mund të përmbajnë këto varietetet lokale. Vetë nga fjala bank, ne kuptojmë që kemi një siguri të lartë për ruajtjen e këtyre farave. Po, a mundet një fermer lehtësisht të trokas në këtë bank edhe të kërkoj një farë autoktone të zonës së vet? Çdo bank ka rregullat e vet. Por në përgjithësi shënohet dhe emri i fermerit, kur merren mostrat, merret dhe emri i fermerit përveç vendit ku është gjetur dhe karakteristikave përshkruese të varietetit, ka një regjistër dhe në atë regjistër gjendet dhe emri i fermerit. Dhe familjarët, supozojmë të një bime ose të një varieteti që mundet ta gjesh si vjet dhe ta futën në bank, në rast se mund të shkojnë familjarët, dhe mbas 20 vjetësh kanë të drejtë për të marrë disa fara për t'i përdorur për t'i repertorirë. Që mos zgjatem shumë, këto janë protokolle të caktuara që i kanë këto institucionet dhe ata i respektojnë në mënyrë rigoroze. Siç ka protokollet e veta dhe rregullat e veta çdo bank që përmendet juve. Në fakt, pyetjen pak më parë kisha për një fermer që ka dëgjuar që ekziston një bank e tillë dhe kërkon që të, duke parë që ndoshta prodhimi i tij nuk është i mirë, të marrë një farë autoktone të zonës. Ka dëgjuar, por nuk ka mundur dot të siguroj në mënyra të tjera. Mundet të bashkëpunoj me institucionin e bankës, edhe për të marrë varietetet, do të thonë ose fara të caktuara, në mënyrë që të jenë interesat përbashkëta edhe me bankën për ripërtëritjen e varieteteve ose për rifreskimin e varieteteve që ata kanë. Pra themi le të ketë një marrëveshje mes palëve. Po, që banka po nxjerr brenda rregullave të veta disa ose një sasi faresh për ta ripërtërir atë, që mund ta ripërtëri në fusha ndryshme, do të qoftë në fushën vetë eksperimentale që kanë atë, por mund të çojë edhe në një fermë caktuar dhe fermeri i rikthen bankës një sasi caktuar fare. Profesor, ne do të ndalemi edhe është ndoshta pjesa më e bukur e bisedës kur do të shohim në ekran foto edhe fakti që ju tashmë prej vitesh punoni në terren për hulumtimin, zbulimin edhe mbledhjen e këtyre farave, po a ka rrezik, profesor, që disa varietete autoktone të zhduken përfundimisht në Shqipëri, por në mënyrë të veçantë në rajonin e Korçës? Juve thata ka rrezik që mund të zhduken. Unë do të them janë zhdukur. Një numër relativisht, do të them mund të them dhe konsiderueshëm janë zhdukur. Nga kuptoni që janë zhdukur? Nuk janë më në treg, nuk kultivohen në asnjë vend dhe kudo që të shkosh nuk e gjen më. Për shembull, po përmend një gruri zhulic. Kanë qenë të famshme, varietetet vjetra të vendit, me shije të jashtëzakonshme, jep një rendimente relativisht ulta, sot është zhdukur, nuk e gjen më këtë si varietet. Nuk duhet përmend edhe të tjera. Po ose karota e Korçës. Ka qenë një karotë karakteristike, sot në gjithë fushën e Korçës nuk e gjen më dhe besoj se është zhdukur. Që do thotë nuk kanë mundur do të sigurohen as fare. As farat më, sepse nuk kultivohen më, ose ka dhe kultura tjera, të cilat janë drejt zhdukjes. Po marr koçkullën për shembull. Urofin, ose ndonjë kulturë tjetër nga këto kulturat minore. Po të marrësh edhe varietetet e kulturave kryesore dhe një pjesë e tyre është shumë vështirë për t'i gjetur, që kanë qenë më përpara, ose mundet edhe të jenë zhdukur. Në vendin tonë,
do të sipas disa të dhenave, janë eksploruar rreth 30% e territorit. Mund të ketë shkuar edhe 35% sepse këto janë shifra të pak jo shumë të sakta, që do të thotë pjesa më e madhe e territorit ton nuk është shkelur akoma. Unë po marr një shembull, Erseka, Kolonja, ose si bashkia e Kolonjës, janë mbi 75 qendra të banuara. Që të shkosh në to, në të gjitha, dojnë kohë relativisht të gjatë, po. Dhe vështirë që mund t'i shkelësh të gjitha fshatrat për një vit, për 2 ose edhe për periudhë tjetër kohe. Gjatë kësaj kohe ka rrezik që këto fare të humbasin. Mund të humbasin. Dhe veçanërisht kanë filluar të humbin pas viteve 90. Kur preferencat janë kryesisht për varietete pribride. Filluan eksperimentet e reja, të themi. Po. Jo por më shumë si rezultati i kërkesave të tregut dhe futjes varieteteve nga jashtë, hibrideve, gradualisht ato po i zvendësojnë varietetet e vendit, sepse kanë rendiment më të lartë, pavarësisht se kanë cilësi dhe shije më të ulët se ato. Por për shkak të rendimentit dhe të ndonjë qëndrueshmërie, ruajtjes për një kohë më të gjatë si produkt, ato po zvendësojnë një pjesë mirë të varieteteve tona. Kjo është një nga arsyet. Pa arsyet të tjera, profesor, mund të jenë për shembull, kemi parasysh që edhe pas viteve 90 Shqipëria është përfshirë në vorbullën e ndryshimeve të mëdha klimaterike. Edhe toka ka pasur ndryshime për shkak të llojeve të ndryshme të pesticideve, për cilat përflitet shumë, që ndoshta edhe nga fermeri me ose pa dashje përdoren me doza jo të kontrolluara. Sa e dëmtojnë një farë autoktone këto dy faktorë, pra kushtet klimaterike dhe dëmtimi që mund t'i bëhet tokës nga pesticidet? Për sa i përket faktorit parë, do të ndryshimit kushteve klimatike, këtu qëndron epërsia varieteteve lokale, ndaj hibrideve. Unë përmenda pak më parë që të quhet varietet autokton, përdor këtë term, duhet paktën 50 deri në 70 vjet të kultivuar në të njëjtin vend, që do të thotë i është përshtatur kushteve të vendit ku kultivohet për periudha relativisht të gjata, po. Dhe ka krijuar atë përshtatje ndaj këtyre kushteve. Dhe pikërisht do të thënë kjo përshtatje ka sjell dhe qëndrueshmërinë e këtyre varieteteve në kushte të tilla. Mund përdor ose mund sjell një shembull ose disa shembuj. Korça për shembull ka dallohet për kultivimin e fasules. Është një varietet fasule ose një farë fermeri fasule në zonën e Vidovës, në Devoll, që ato e quajnë fasule kraçe. Term që përdorin për fasule që kultivohen pa ujë, që do të thotë fasule që i reziston stresit hidrik ose temperaturave të larta dhe kushte pa ujë. Dhe kultivohet në zona kryesisht tërsi pa ujitje, në zona të larta, dhe marrin rendimente të qëndrueshme dhe çdo vit. Mund të marrë një shembull për fushën e Korçës. Është fasule saçme, mund ta gjesh në shumë fshatra. Dhe janë disa lloje saçmas, por një saçme kokër vogël, shumë kokër vogël, ajo kultivohet në vende pa ujë. Dhe poseduesit e saj ose fermerët që mbajnë atë farë e mbjellin aty ku ata nuk mund të ujitin. Dhe e përdorin kryesisht për plotësimin e nevojave të veta për shkak të shijes të veçantë që kanë ato fara. Pra, i reziston jashtëzakonisht thatësirës. Dhe kjo është epërsia e tyre. Dhe një nga arsyet që ruhen varietetet autoktone është kjo. Pikërisht kjo, që ta përdorësh materialin gjenetik të tyre për të përmirësuar ose për të krijuar varietete të reja me veti të dëshiruara. Për shembull në këtë rast, të jenë rezistente ndaj stresit hidrik. Shumë interesante, po ndërkohë kemi dhe toka që mund të dëmtohen për shkak të sasisë së pesticideve apo përdorimit gabuar të tyre. Po. Jo vetëm, po kjo ndoshta ndodh edhe me frutat. Me frutat, po, me dru frutor mund të ketë disa karakteristika tjera. Dhe kryesisht janë në zonën fushore. Duhet të dimë që bujësia tonë, për shembull për vite, ose bujësia që ende zhvillohet në zonat kodrinore malore, është bujësie tipit me inputet ulta, që do të thotë përdoren pak pesticide, pak plera, harxohet pak energji për prodhimin e tyre. Dhe në këto kushte,
këto varietete nuk kanë absolutisht asnjë lloj problemi. Ndërsa në fush, pikërisht aty ku kultivohet për treg, aty përdoren dhe doza më të larta të pesticideve. Dhe kjo mund të sjellë dhe mund të ketë sjellë edhe ndotjen e prodhimit. Po, që do të thotë prodhimi duke qenë i ndotur me pesticide mund të ketë probleme për konsumatorin, por ndikimet që mund të jenë mbi vetë zhvillimin e mëtejshëm të bimës ose ruajtjen e vetive të bimës janë më pak të theksuara. Profesor, është shumë interesante se këto lloje, këto varietete autoktone kanë tërhequr vëmendjen edhe të studiuesve të huaj. Kam parasysh këtë libër për cilin e kemi ndarë bashk edhe kemi folur paraprakisht të Adam Alexander, Heronjt aksidental të farës, rritja një të ardhme të shijshme ushqimore për të gjithë ne. Është një studiues, Adam? Adami po përmend pseudonimin e tij që ka, do të ai quhet detektivi farave. Është nga Anglia, ka një sajt të tij, është autor i disa librave. Libri që juve përmendet është Botimi i fundit i tij, ka dalë nga shtyp shkrimi ose nga botimi në mars të këtij viti. Ka pak muaj që ka dalë. Pak muaj që ka dalë dhe aty përmend ose eksperienca ose materiali që ka shkruar aty është kryesisht për Etiopinë dhe Shqipëria, që është një vend veçantë. Dhe kanë nxjerrë në pak vlerat e biodiversitetit ose në veçanëri të agrobiodiversitetit që ka Shqipëria dhe kryesisht zona tonë, sepse ai ka erdhur 2 herë, 2 vizita në zonën tonë dhe me aq sa ka parë brenda atyre 2 vizitave ka përshkruar për mendimin tim në mënyrë të shkëlqyer dhe Shqipërinë dhe vlerat që ka zona dhe Shqipëria në këtë drejtim. Ne do të shohim tani fotot për ta njohur edhe detektivin e farave, Adam, i cili në librin e tij, ndërkohë që fotot do të shfaqen në ekran, në librin e tij ai, unë do të citoj disa pjesë të librit të tij, pikërisht aty ku ai ka shkelur për Shqipërinë. Shqipëria është në rrezik të bëjë të njëjtat gabime si shumë vende të tjera, duke neglizhuar, madje braktisur kulturën e saj ushqimore autoktone. Ne do ta shohim tani edhe në ekran. Po. Tu besoj jemi me fermer të zonave të Korçës. Këtu është në Miras. Në Devoll. Në takimin në fushat e kultivimit Devollit, pikërisht është zona ndërmjet Mirasit dhe Çetës. Këtu është në Bulgarec. Bashku me Adamin, në ekspedit në Bulgarec. Sepse varietete me vlerë ruhen edhe në fush. Veçanërisht janë disa fermerë tipik, për shumë Bulgarec ose edhe në fshatra tjera të fushës që i ruajnë me fanatizëm varietetet e huaj. Dhe në fakt dhe në librin e tij ai përmend vazhdimisht duke theksuar që është një nevojë urgjente në Shqipëri, jo vetëm, edhe në Etiopi, sepse ky libër ashtu sikur se tha dhe profesor Berti i kushtohet pikërisht këtyre 2 vendeve ku ai ka shkelur, kanë nevojë urgjente për të përqendruar te përmirësimi i varieteteve përmes përfshirjes së fermerëve për të përmirësuar cilësinë e farës dhe për të forcuar tiparet që mund të lulëzojnë në klimën tonë në ndryshim. Në fakt, thot ai në libër, në 30 vitet e fundit, Shqipëria ka kaluar nga kultivimi pothuajse vetëm i varieteteve vendase të kulturave bujqësore, veçanërisht të drithrave dhe misrit, te importimi 80% i farave. Diversiteti i madh i varieteteve të misrit të plenuar, natyrshëm, tashmë është humbur, thot ai. Keni pasur një eksperiencë të bukur me detektivin? Duhet të përmend një fakt, që Adami ka që në vitin 1986, që merret me gjurmimin e farave në gjithë botën. Ka qenë regjizor, në skenograf, në regjizor kinematografik. Ky është një pasion i tij që i ka kthyer në... Po që se do mund ta them dhe për kuriozitet, pse i është futur kësaj fushë. 86 ka qenë diku në Ukrainë. Dhe ka parë, ai e përshkruan në librin e tij të parë, sa një spec të çuditshëm që më dukta ose interesant, më mirë ta përdor këtë term, në treg. Mora disa varietete, disa kokra nga to ose fruta dhe i çova në shtëpinë time,
sepse në shtëpi kam patur një traditë që kultivonin në kopshin e tyre. Dhe pikërisht ai ishte një specie ngjashëm shoqe, shumë i ngjashme me gogozharen tonë. Dhe po ta shikoni, ajo mundet kenë dhe një origjinë përbashkët. Pra, kjo ka qenë zanafilla e tij që ai u shkëput nga kinematografia dhe ju kushtua gjurmimit farave në gjithë botën. Shumë interesante. Dhe pikërisht fotot që pam, që i treguam bashkë me profesorin, ai ka qenë në fushën e Mirasit dhe është ndalur në librin e tij, duke përmendur pikërisht këto fusha. Fushat e Mirasit janë punuar vazhdimisht që nga koha e romakëve dhe ka dëshmi arkeologjike të bujqësisë që datojnë mbi 4500 vjet më parë, thot ai në librin e tij. Ekziston një traditë shumë e gjatë në Shqipëri për ruajtjen e farave dhe për zgjedhjen e tipareve të favorshme, por rrethi i Korçës është mbrojtësia e fundit e këtyre praktikave. Shumë interesante. Është e vërtet. Zona tonë mundet, jo mundet, po konsiderohet ende një oaz i resurseve gjenetike për ushqim, ose i agrobiodiversitetit. Në ndryshim për shembull nga zonat e tjera të Shqipërisë, kryesisht zona bregdetare, por dhe zona e Shqipërisë së mesme, ku pothuajse është shumë e vështirë për të gjetur varietetet të vendase. Për shkak të kulturës, duhet ta përmend të parën, të pasionit të fermerëve tonë, të kushteve dhe të nostalgjisë për të trashëguar atë që kanë patur të parët tanë dhe për të ruajtur, në Korçë ende ruajnë varietetet të tilla. Ai përmend në librin e tij, për shembull, kokoshkën e zezë të Korçës apo kokoshkën e kuqe. Një misër i ëmbël thotë që e ka gjetur edhe në Prespë. Po ndërkohë unë do ta citoj edhe këtë paragraf, sepse natyrisht jep opinionet edhe për kolegun e tij, për profesor Robert Damon. Profesor Damoja thot në librin e tij ishte si një fëmijë në një dyqan ëmbëlsirash, ndërsa ecte mes rreshtave të rregullt të fidanëve të mbjella nga një grup fermerësh të moshuar, por tepër energjik, duke bërë pyetje për atë që po mbillej dhe si po ndikonin kushtet e pazakonta të motit te prodhimet. Megjithatë, profesor Adam thot Shqipëria gjithashtu ka një larmi të jashtëzakonshme të varieteteve vendore të mollëve, dardhave, frutave me bërtham dhe rushit. Ka traditën më të vjetër të kultivimit të verës në Europë dhe unë lehtësisht mund ta vërtetoj këtë. Shumë interesante, i ka dedikuar një pjesë të tij. Më vjen mirë të them që është një huaj i cili është marrë gjatë në fakt me ulëmtimin e tij në Shqipëri, veçanërisht në zonën e Korçës, aty ku e ka përmendur vazhdimisht. Ky është një libër shumë interesant që ka dalë prej disa muajsh në treg. Ne do të shohim tani disa foto të tjera, ku profesor Berti besoj do të na tregojë edhe vendet ku ulëmton, tashmë prej shumë vitesh profesori punon në terren për të parë nga afër pikërisht të varietetet dhe për t'i grumbulluar ato. Unë kam mundur të shoh në vendin e tij të punës edhe frigoriferin. Profesor, këtu jemi në fusha të ndryshme, besoj në zonën e Korçës. Këtu jemi një koleksion me kultivar të ndryshëm autokton të ngritura para 2-3 vjetësh ose për disa vite me radhë në bazën prodhuese të shkollës mesme bujqësore të Korçës. Iraklit Rova, por përdor termin e vjetër shkollës, sepse emri tashmë ka ndryshuar. Po ndërkohë shumë interesante ka qenë edhe e njëjta, do të në koleksione. Shumë interesante ka qenë edhe frigoriferi që unë pavarësisht se ishte i vogël. Kjo është foto me që ka dalë aty në qilarisht të Përmetit. Në Përmet. Është foto e si vjetme, ku kemi... Çfarë keni zbuluar aty? I monikun shalqinin, është i mermerti 17, një varietet, i sjell nga Bullgaria në Shqipëri, por pothuajse i zhdukur. Dhe ishte një fermer që e kultivonte akoma. Do të paktën prej 50 deri në 60 vjet, kur në fshatra të tjera ose në zona të tjera nuk ekziston. Dhe kishte edhe disa pjepra vendi, do të në shumë interesante, që i kishte i njëjti fermer qilarisht. Do të them dhe Përmeti është një zonë që duhet të eksplorohet sepse ka resurse jashtëzakonisht me vlerë. Profesor, kur ulëmtonin terren, hasni vështirësi në bashkëpunimin me fermerët për të ruajtur këto fara për t'i marrë, sa rini do të sillni? Përgjithsisht, për mos thënë, do të në shumicën e rasteve ose 100%, fermerët janë shumë dashamirës. Dashamirës. Janë shumë dashamirës dhe e japin materialin me dëshirë
thotë shqyqyr që po e merrni, e grumbulloni dhe të ruhet. Sepse po mos e ruhet mbasa viteve, brezi i ri, do të thënë që është pak interesuar për bujqësinë, do të humbas. Dhe ndi një kënaqësi, pjesa më e madhe e tyre kur t'i japin materialin gjenetik. Ndërkohë ka dhe vështirësi. Unë po them një rast interesant për një kulturë, grurin e Qabes. Që e keni dhe foto të shohim. Po, të ngruri Qabes e kemi gjetur me profesor Sokratin, mbas vitesh, si material gjenetik dhe është depozituar edhe në bankë. Fermeri që e kiste, i jepte, po kryesisht e jepnin të shtypur të bluar. Që të mos kishte mundësi për ta ripërtërir. Tonë kishte ka vlera aromatike e tjera, nuk po merren ato, por ta jepte shtypur që të mos e ripërtërije. Dhe ata e kultivojnë në një sasi shumë të kufizuar në vazë lulesh. Dhe në vazë lulesh e mbajnë vetëm për nevojat e tyre. Dhe në këto kushte është e vështire për ta gjetur. Me një mbesën e fermerit, e cilën gjej rastin të përgëzoj, nuk po e përmend emrin, pedagoge në universitetin tonë, ne kemi shkuar në Arz, po e them vendin ku është gjetur, dhe fermeri na ka dhënë me kënaqësi kur pa dhe mbesën që ishte pjesë e ekspeditës e grupit në atë. Shumë interesant. Pak ditë më parë unë kam mundur pikërisht në vendin e punës së profesor Berti të shoh edhe një frigorifer të vogël, por arrita të fotografoja pikërisht mënyrën se si mund të ruhen farërat, se si ato paketohen në zarfa, janë disa foto që do t'i shohim pak momente më vonë. Profesor, është e vështirë që në çdo qytet, sidomos në zonat tona, në rajonet tona që janë të pasura, të sigurohen banka të tilla? Relativisht. Do të thënë, po që se ka dëshirë dhe pak më mendje mund të sigurohet. Mund të fillojë me mini bankat, ose ato që quhen bankat e gjenetike e fermerit. Edhe në Shqipëri janë bërë 3 tentativa, do të thënë dhe funksionojnë mini banka. Një në Shkodër, një në zonën e Cerikut, edhe po i quaj një mini bankë, do të thënë këtu në zonën tonë. Në zonën tonë. Këte mund të asigurojnë një institucione. Me kapacitete, varet nga madhësia frigoriferit që mundet të përdorësh. Dhe mund të jetë, mund të mbash edhe 1000, edhe në pak, edhe 500, por është e rëndësishme të fillohet. Sepse një frigorifer ka një kapacitet caktuar. Në rrugën sipër mund të marrësh 2, të shtosh 3 dhe me radhë. Por disa institucione them se është e rëndësishme që duhet fillojnë dhe duhet mendojnë seriozisht edhe për këtë punë. Duke filluar nga fakulteti tonë. Nga fakulteti i bujqësisë. Për shembull, institucionet që janë institucionet fushës kërkimore të bujqësisë. Që të bëja. Po ti marrë këto 2 institucione në mund të fillohet gradualisht edhe të krijojë një mini bank. Madje duhet fillohet sa më shpejt, në mënyrë që të ruhen. Dhe këto do të jenë pastaj qendra ku të ketë shkëmbim farash me fermerit, për të krijuar dhe atë që mungon tërësisht në vendin tonë, zinxhiri i ruajtësve të farës. Ose një network i ruajtësve të farës që ata të shkëmbejnë farat njëri me tjetrin. Sot bëhet në mënyrë informale. Unë kam një farë, po jep dikujt, ai ka, po ma jep mua. Ndërsa duke ruajtur mini banka ka dhe këtë funksion që të shpërndajë këtë materialin gjenetik tek fermerët e tjerë në mënyrë që jo vetëm të nxitë ata për të kultivuar, por të fillojnë dhe atë që ju e përmendë pak parë, përmirësimin, që tha dhe Adami. Ajo që quhet përmirësimi me pjesëmarrje. Dhe përmirësimi me pjesëmarrje do të thotë të bëhet përmirësimi dhe përzgjedhja e farave më të mira, ose të frutave, ose të perimeve që kanë tiparet tipike të kultivarit në fushat e fermerit. Dhe fermeri jetë aktori kryesor edhe i kësaj përzgjedhje. Sigurisht i mbikëqyrur nga specialistët. Nga specialistët. Pikërisht, prandaj dhe në këto institucione është tepër e nevojshme ngritja e këtyre bankave. Kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë profesor doktor Sokratianin. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirë se erdhët. Faleminderit që na u bashkuat në këtë bisedë me profesor Robertin. Kënaqësi të jem pjesë e juaja. Spari ju përgëzoj që për vite me radhë keni sjell një cikël emisionesh me vlera për të gjithë ne,
si konsumator, se jemi konsumator të gjithë perimeve dhe frutave, rënjët e ushqimit tënd, jam e bindur që i ke shërbyer shumë, institucioneve dhe njerëzve shumë. Në ditët tona është e domosdoshme që njerëzit që zotrojnë një fush t'jenë sa më kontribus në dobit shoqërisë. Diçka të tillë kemi bërë dhe ne. Profesor, jemi ne të pasur me farë autoktone? Ne jemi shumë të pasur me farna autoktone. Banka Gjenetike e Shqipërisë sot ka në fondin e saj diku tek 5200 aksesione. Për juve në studio dhe teleshikuesin ton, aksesion ne quajmë një varietet, një linjë ose një popullat. Pra ne kemi rreth 5200 të tilla në fondin e bankës, që i përkasin diku tek rreth 220 specieve bimore. Pra, fondi jonë është goxha i pasur. Në relacion me bankat evropiane, në shifra ajo duket që është pak, por Banka Gjenetike Kombëtare e Shqipërisë ka një veçanti që pak banka tjera kanë. Neve duke qenë vendi vogël në Bankën Gjenetike të Shqipërisë ruajmë kryesisht materialin gjenetik shqiptar. Pra, këto kultivar që janë aty janë kryesisht shqiptar, me një vlerë shumë të madhe, pasi nëpërmjet këtyre kultivarëve ne ruajmë njëkohësisht jo vetëm bazën gjenetike me origjinë nga Shqipëria, por aty është kultura, aty është historia, aty është trashëgimia jonë. Profesor, nga cikli emisioneve që keni realizuar, nga puna në teren, se dhe ju keni qenë në teren, keni takuar fermerë të ndryshëm në çdo cep të Shqipërisë, më thua një kultivar të rrallë, të veçantë, që ndoshta edhe nuk e kishe dëgjuar nga paraardhësit apo nga profesorët tuaj, dhe në cilën zonë? Në parantesë duhet të them që puna për koleksionimin dhe ruajtjen e materialit gjenetik shqiptar ka filluar shumë herët. Ekspeditat e para për vlerësim të këtij materiali janë bërë diku në vitin 1916, ndërsa ajo koleksionuese është bërë nga një ekip gjerman në vitin 1943 me në krye profesor Shtybe. Dhe sot në 41 profesor, eksakt. Në bërë 41 qershor, po korik, po, ka vazhduar 2 vjet. Vazhdoj. Ky material shkoi në Berlin, ndonse ishin vitet të luftës, janë ruajtur atje, edhe neve në vitin 94-96, 1994-1996, kemi riadhesuar një pjesë të këtij materiali. Por, krahas tyre, në vitet 48 deri në ditët tona, Banka Gjenetike, në bashkëpunim me specialistë të ndryshëm në qarqe të vendit, ku kontribut të veçantë ka dhënë dhe ish Instituti i Korçës, sot Universiteti i Korçës, sepse duhet të theksojmë me shumë kënaqësi që rajoni jug lindor i Shqipërisë, me kryeqendër Korçën, është ndër hotspotet më të pasura shqiptare. Këtë nuk e vlerësoj vetëm unë, por edhe ekipet huaja që kanë vizituar Shqipërinë. Korça është thembra akilit e një numër të madh të resurseve gjenetike shqiptare, të formave autoktone. Në Bankën Gjenetike të Shqipërisë, sikur se thash, ne kemi shumë të tilla, por ju më tha që diçka që është shumë signifikative. Unë do të them që ne kemi një lakër që shkon në Venedikut, pra i përket shekullit 15, që ende ruhet në zonat e Alpeve shqiptare, në disa familje,
ajo quhet lakra e zezë ose lakra gjethe, është si thua paraardhse e kales, dhe me këtë lakër përgatiten gatime speciale në zonën e veriut, në zonat kryesisht katolike, ajo që quhet mishi i derrit të mosur me lakër. Është një recetë e shkëlqyer e cila ruhet me fanatizëm prej 500 vjetësh në Shqipëri. Shumë interesante. Por ne kemi edhe shumë të tjera. Juve keni aty profesor Bertin, që është kolegu im, është ndër më të vlerësuarit aty. Ne kemi një specie të veçantë shumë të vjetër nga zona e Korçës, që quhet gruri qabes. Po, sapo e përmendëm me profesorin. Edhe ai është një veçanti me vlerë në kontaktet që kam pasur me shumë ekspertë huaj e vlerësojnë maksimalisht. Po kështu ne kemi një misër që vjen nga jugu i Shqipërisë, misri Alipash Tepelenës, që ende ruhet tek neve në bankë. Pra kemi materiale shumë të ralla që në kontakte që kemi pasur me të huajt, ata e kanë nxjerrë në pa. Madje para 2 vitesh ne patëm një mik të rallë në Shqipëri, Adam Aleksandr. Po, e përmendëm pak më parë. I cili njihet në gjithë botën, ai quhet detektivi i farnave, pasi ka shëtitur gjithë botën edhe ka qëmtuar këto farna. Mendoj që ai është një lord i cili ka përkushtuar jetën e tij prej gati 70 vjet ruajtjes së formave autoktone të bimëve. Interesante, po ndërkohë, profesor, ndryshimet e mëdha, jo vetëm klimaterike, e përmendëm pak më parë me profesorin, po edhe fakti që në shumë zona në Shqipëri, kryesisht nëse do të ndalesha për shembull tek zonat bregdetare, tek të cilat rrallë shikon fusha të mbjella me perime, sepse janë zvendësuar nga ndërtimet e shumta, mund të kenë riskuar humbjen e farave autoktone. Si mund dhe duhet veprohet në këto raste? Po, faleminderit. Unë duhet të them një fakt që në zonën e ulët dhe bregdetare format autoktone tashme janë zhdukur. Si që janë zhdukur edhe në shumë vende tjera të Evropës. Pasi në vitet 50-60 në Evropë hyn hibridet, edhe duke dhënë rendiment më të lartë, shumë bujq, shumë fermer në ato zona në Evropë, por edhe tek ne hoqën dorë nga format autoktone dhe futën hibridet të cilat me të vërtet japin rendimente të larta, por ato s'kan as shijen, as aromën. Ndoshta dhe vlerat? Dhe vlerat ushqyese nuk janë ato që duhet të degustoj njeriu. Për këtë duhet bëj vetëm një ndërhyrje të vogël. Në vitet 2000 unë pata rast që takova një nga tregtarët më të mëdhenj të Gjermanisë, në atë kohë ishte në Gjermaninë perëndimore, i cili kishte nga vitet 67 dhe në vijim merrte produkte nga Shqipëria dhe në atë kohë mendojmë. Edhe kur e kam takuar diku mos gaboj ka qenë pas 1995-s dhe më thot miku im thot e ka marrë malli Berlinin dhe Gjermanin për domaten shqiptare. Por ndërkohë në këto vite me ndryshimet tek ne kishin hyrë shumë hibride edhe tek ne, edhe në tregun ton. E them, oj dashur mik, them, ka marrë malli Tiranën për domate që mendon ti. Jo me Gjermanin. Në këtë kontekst duhet të them që në zonën e ulët bregdetare, ku është e zhvilluar dhe industria serave, nuk ka më forma autoktone. Sot ne kemi 2 zona të fuqishme që ruhen ende kultivarët autokton. Kemi, sikur se thash në hyrje të bisedës, hotspotin më me vlerë në Ballkan, që është zona juglindore e Shqipërisë me kryeqendër Korçën,
profesor Berti në ekspeditat që kemi pas bashkërisht dhe në ekspeditat që ka bërë me studentët e ka evidentuar këtë pasuri. Korça është e rrallë, jo vetëm për forma të ndryshme të perimeve, po ka shumë varietete frutash, disa dhjetra forma të dardhave, të mollëve, kumbulla, rrush e shumë të tjera. Kemi edhe një zonë tjetër, një hotspot me vlerë që është pjesa veriore e Shqipërisë, kryesisht zona e Alpeve, që ende është e pasur, nuk kanë hyrë ende hibridet. Kështu që unë do të thosha që këto zona meritojnë vëmendje, jo vetëm nga ekipet studimore, jo vetëm nga banka gjenetike kombëtare, por edhe nga pushteti lokal. Nuk e kuptoj pse janë shumë inaktiv. Nëse do të thosha Bashkia e Korçës do të ishte më aktive, ka një aset shumë të fuqishëm për të tërhequr më shumë turist. Në fundit, nëse vjen në Korçë një turist dhe shijon një pjatë sallat me domate të zonës së vet, ai kënaqet. Por nëse atje i çon një domate holandeze, thotë këtë kam në vendin tim, thotë s'ka nevojë ta ha këtu. Apo një moll Starkinge, një anglez thotë unë kam në Angli, përse duhet ta ha në Shqipëri Starkingen? Unë dua mollën e Korçës. Pra, ka ardhur koha që të zhvillohet mirë kjo fushë në dobi të jetës së qytetarëve në zonat ku janë, por edhe të zhvillimit të agroturizmit. Profesor, po e diskutojmë në fakt edhe me profesor Bertin, ne kemi vetëm një bankë në Shqipëri edhe 2-3 qytete që kanë ato mini bankat i konsiderojmë. Në fakt, sa e rëndësishme është ekzistenca e një banke në institucione të ndryshme, sepse puna bëhet në teren, përpjekjet bëhen nga të gjithë ekspertët. Po sa e rëndësishme është që ai të ruhet në momentin e duhur? Është e domosdoshme që në rajonin e Korçës ajo filles, banka e farmave të komunitetit, ajo duhet të mbështetet më shumë. Jo vetëm me mendimin teknik shkencor të profesorëve të universitetit, por edhe me specialistët e terrenit, por mbështetje më shumë edhe nga Bashkia e Korçës. Nuk ka arsye që këto bashki këtë aset nuk e marrin në evidencë. Do t'ju them një shembull të vogël. Neve na u zhduk bullica që ishte në Myzeqe. Tani ka ngelur një bërtham e vogël në Divjak. E mbështet Bashkia e Divjakës. Nuk ka pse bashkitë tona të rrinë sirgjie. Ato duhet jenë shumë aktiv në ruajtje të vlerave të kulturës së tyre. Do t'ju them një shembull të tillë. Në zonën e Pustecit është lopa ilirike, një lopë me trup të vogël një çik më të madhe se sa një dhi. Ajo po shkon në zhdukje. Po askush nuk mendon që t'i ruaj, fjala vjen 10 ekzemplar të tillë. Profesor, unë të falenderoj për mendimet që ndave dhe nuk e di nëse ke besim se është e pak e vështirë, po e diskutojmë me profesor Bertin duke patur parasysh që dhe interesi të rinjve për ta punuar tokën sa vjene ulet, është i vogël numri të rinjve që po i rikthehen tokës. Besoni që këto fara do të qëndrojnë gjatë në bank derisa të rritet ndërgjegjësimi i fermerëve të rinj? Unë mendoj se po ndryshon pak balanca. Edhe dëshira për bujqësinë ka filluar të ndihet. Këtë shikojnë edhe në zonën e Myzeqes, ku janë ngritur ferma të tilla me sipërfaqe të gjera toke, ku i menaxhojnë të rinj, specialist. Kjo gjë ndodh edhe në zonën tuaj. Unë jam besim plot që Korça do t'i rikthehet bujqësisë, po tashmë me një vizion të ri, duke sjell ato që kanë vlera më shumë, ato që kanë impakt në të ushqyerit të popullatës,
por edhe vlera monetare për tregjet. Po. Unë besoj që do të vi kjo ditë dhe do të shikonin në Korçë ferma të tilla që do jenë vlerë e Korçës. Po kështu, Universiteti i Korçës duhet lëvizin pak më shumë atë që thash kryetarës për bashkitë shqiptare nuk kanë vetëm probleme të ujit, të dritave, të pastrimit të qyteteve, por duhet të ruajnë kulturën e tyre. Unë disa raste kam biseduar shpesh edhe me profesor Bertin dhe me profesorat tjerë, madje në konferencat e albanologjisë, ju kam thënë dhe arkeologëve, juve përshkruani urat, kishat, xhamiat, ndërtimet e vjetra. Ju lutem, këta ndërtues që kanë bërë urat apo kishat e vjetra, a janë ushqyer? Ku është trashëgimia në fushën e bujqësisë? Përse nuk përshkruhet kjo gjë? Pra, them që ardhmja do jetë më mirë. Faleminderit profesor për gjithë mendimet me vlerë që ndave. Të urojmë suksese në punën tënde. Ishte shumë e rëndësishme edhe për ne dhe me vlerë që ju kishim në këtë bisedë. Me ne ishte një lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana, profesor doktor Sokrat Jani. Profesor, ne do të vazhdojmë tani me disa foto që do të na i ofrojnë teknika në këto momente për të vazhduar bisedën, se tani do të njihemi pikërisht, është edhe ndoshta pjesa më e bukur, se do të njihemi edhe me lloje të ndryshme. Fare është dhe një punë të madhe ulëmtuese që ju keni bërë, derisa fotot janë gati. Unë dua të përmend dhe një punë që ju, profesor, e keni bërë në grup. Do ta përmend pak, bëhet fjalë për një grup pune ku profesor Robertit i është bashkuar edhe Piro Icka dhe Avnis Paholli në këtë libër. Është profesor një studim që e keni bërë në zonën e Gorës. Po. E kemi në këtu, kemi vërtet mjaftueshëm në këtu varitete biodiversiteti në krahinën e Gorës. Në sa fshatra keni shëtitur këtu? Jo gjithë zona e Gorës. Zona e Gorës është relativisht zonë e vështirë, malore, përfshin mbi 30 ca fshatra. Jo të gjithë i kemi shkelur, sepse është e pamundur për t'i shkelur të gjitha, dhe brenda një viti e cila është realizuar ai botim. Të është botimi i punës vitit kaluar. Dhe ku keni pasqyruar një numër shumë të madh varitetesh, të pasqyruara këtu edhe me foto? Edhe sot, do të jam i surprizuar nga numri jashtëzakonisht i lartë i varieteteve, i llojeve të vjetra të mollës dhe dardhës që ndodhen në këtë zonë. Zona e Gorës mbahet paktën si zona më e vjetër e kultivimit të mollës në Shqipëri. Në fakt, në Gorë ju keni gjetur? Në Gorë. Dhe në Gorë ne kemi gjetur mbi 30-35 llojesh. Të ndryshme. Të cilat janë të pasqyruara dhe me foto aty dhe dardha. Nuk e kisha menduar që mund të gjendeshim për një kohë relativisht të shkurtër një numër i tillë resursesh të pemëve frutore. Dhe për kultura tjera, zona e Gorës është e pasur, për shembull... Kjo ka qenë një befasi. Një befasi. Molla dhe dardha ka qenë... Molla dhe dardha, dhe kryesisht ne u përqendruam në këto dy kultura, që kapnin dhe varietet ose numri më të madh të llojeve. Paruar dhe kultura të tjera dhe kumlla janë një 10 llojesh të vendit. Pra është një zonë, mund të them, e pasur perl, që meriton vëmendje të mëtejshme dhe studime të mëtejshme edhe në zonat ngjitur. Dhe është një libër të cilën për gjithë ata që janë kurioz për të njohur pikërisht me këto varitete, mund ta marrin. Është shumë interesante, është një grup pune të cilët kanë shëtitur, siç tha profesori, në pak fshatra, sepse duket që zona e Gorës ofron mundësi të tjera për studime të tjera, ndoshta mund vjen surpriza të tjera diçka në fshatrat që ende nuk janë shkelur. Një treta afërsisht ose diçka më shumë se një treta e fshatrave. Po marr vetëm 30 deri në 40%. Të maksimumit të fshatrave të... Mirë, do të ndikim tani disa foto në ekran, ju lutem, teknikës, i shohim, edhe do t'i komentojmë së bashku me profesorin. Këtu jemi pikërisht aty që tham, frigoriferin që e mbani në vendin tuaj të punës,
është shumë interesante se si janë të paketuara, është e njëjta gjë edhe në bankën gjenetike në Tiranë, pra njëjti lloj paketimi. Një mini frigorifer me kapacitet të kuvizuar për ruajtjen e farave në të njëjtën temperaturë dhe me të njëjtën kushte siç ruhen në gjitha standardet ndërkombëtare -20 gradë. Po që ka kapacitet të Ka vogël, kapacitet të kuvizuar për numrin e mostrave ose të aksesioneve që ai që mund të depozitosh aty. Profesor, por ju kur I mblidhni në teren, si veproni, se ai frigorifer ka kapacitet të vogël? Një pjesë e mirë, ose mund të them të gjitha, ato që janë më me Ju I vlerë, dërgoni në ne Tiranë? I çojmë për të depozituar në bankën kombëtare, sepse ai është institucion ku ka siguri, do të thënë dhe vazhdimsi njëkohësisht. Dhe aty nuk humbasin. Është shumë e rëndësishme. Shohim tani fotot e tjera, grupin tjetër të fotove në ekran. Profesori ka shëtitur në shumë vende. Këtu kemi fasule. Janë lloje fasule. Aishe Kanë dhe emërtime shumë të... Aishe, Korça e përdor jashtëzakonisht I mashur ka aishen. Ka edhe aishe voskopit, është një aishe e vjetër që kemi gjetur në Dishnis, me po t'i shikosh kokrat që janë jashtëzakonisht ndryshme njëra me tjetrën. Po, edhe atë po shohim në ekran, janë edhe me ngjyra, me forma të ndryshme. Kjo duket që është gjetur në Kolonjë, në Ersek, në Vodic. Në Vodic. Është rigon I kuq I zonës së shqerisë së Leskovikut, Peshtan. Rigon I kuq, një zonë jashtëzakonisht e thellë dhe disa fshatra janë zhdukur, nuk ka asnjë banor. Kjo është Dardhë e Egër. Dardhë e Egër në zonën e Kolonjës, në Kolonjë kanë disa. Kolonjë, po të shkosh sot, mbase mund djesh akoma në treg në Kolonjë, ka një emër interesant, Dardhë e Egër, në përgjithësi, po zonja e Kolonjës thotë Meçkë. Emër I vjetër nga slavishja do thotë Dardhë e Ariut. Dhe këtu një varietet rushi? Besoj në Leskovik? Në Leskovik. Është një punë që kemi filluar ta bëjmë edhe si vjet, janë disa piketime që janë bërë si vjet të nxitur nga dëshira e jashtëzakonshme e profesor Petraj Sotirit. Petraj Sotiri është babai ose një nga baballarët e vreshtarisë të Shqipërisë, është korçar. Aktualisht është 90 vjet dhe ende del në ekspedita. Ju bashkohet ekspeditave të ndryshme për t'i hulumtuar këto varietete. Unë kam qenë 2 herë me profesorin në këtë vit në zonën e Leskovikut. Ai nuk përton të niset nga Tirana 90 vjet, të shkojnë në Leskovik dhe për të na udhëzuar çfarë duhet bëjmë dhe si duhet bëjmë. Dhe bile është iniciativa e profesor Petraqit që ne të fillojmë të hulumtojmë dhe varietetet e vjetra të rushit që ndodhen në zonën tonë. Kjo është një domate, profesor? Kjo është domate në zonë e Prespës. Që e keni gjetur në Prespë? Domate kokërgjatë, domate e vogël, kokërgjatë e Prespës, sepse Prespa sa vitesh kjo ndoshta mund të kultivohet në këtë zonë? Ata thonë të paktë është mbi 100 vjeçare, bile ka dhe kultura tjera që duhet përmendur, si zonë minoritare, kam patur shkëmbime të materialesh, gjenetike, me Bullgarinë, me Maqedoninë, për quaj Maqedoninë e Veriut, dhe I kanë ruajtur. Dhe kanë kultura që janë mbi 100 vjeçare që ata I kanë. Kemi një domate tjetër në Qavzez, se fotot që pash më kuriozuan shumë edhe për faktin që I gjeje në forma, në ngjyra të ndryshme, në zona të ndryshme. Domate verdhë, këtë kemi gjetur dhe në Qavzez edhe në Kurtes. Në Kurtes. Në Qavzez të paktën është 70 vjeçare, e disponon të një fermere grua, që ajo, unë e kam gjetur në këtë shtëpi, që kur kam mirë nusa. Edhe ajo, paktën unë kam 65 vit, do thënë që jam nusa në këtë shtëpi. Dhe e kishte vjeri dhe e ruan. Ndërsa në Kurtes, në thanë të paktën është mbi 100 vjeçare domate e verdhë. Edhe kjo është një domate tjetër dhe shumë interesante, kam zgjedhur të foto sepse... Janë tip zemërkau, domate zemërkau. Domate të cilat për fat të keq në treg nuk I gjen kështu. Pikërisht me produkte të tilla ushqen një pjesë e mirë e fermerëve. Dhe produkte të tilla ose fara të tilla fermerët I kultivojnë për nevojat e veta. Dhe duhen gjurmuar
pikërisht në ato kopshtet e që janë vogla. kopshtet e vogla, që janë edhe fermerët më apasionant për ruajtjen e tyre, për t'i gjurmuar atë cilësi. Me që dolën në domate, unë po përmend një fakt, për shembull që e thotë ose e gjen në librin Adam? Jo në librin, por në disa shkrime tjera. Domate fantastike Zorba. Zorba. Po, është interesante. Kemi parë dhe disa video. Zorba është mbiemri i një fermeri të zonë Mirat, në Miras. Ai ka marrë disa fara, ka qenë, do të kur ishte këtu, i pa në teren, mori fara, një numër të kufizuar, i kultivovi në Angli dhe e propagandon domate famshme Zorba nga Shqipëria. Pra, ne kemi vlera tilla. E kuptoj. Do ndjekemi një grup tjetër fotosh, se do të njihemi në fakt me lloje të tjera, që ju keni mundur profesor t'i ulëmtoni, t'i mblithni. Besoj numri ka shkuar tani? Po, mbi 200 vërtetësisht. Mos them më shumë, pa përfshirë pemët frutore dhe ardhia. Do të ne kryesisht aksesion e farash. Shumë interesante janë lloje të ndryshme fasulesh që gjenden që nuk i ngjan njëra tjetrës, edhe kishin edhe disa emra të veçantë. Po të paktën edhe fasulen pinguin për shembull. Edhe fasule pinguin. Për shkak të formës të ngjyrës, është një emër që i kemi vënë ne për të dalluar nga tjera. Për të dalluar nga të tjera. Në fakt, fermerët i thonë fasule e vodicës, e përdorin. Këtu kemi një mori farërash. Këto janë kryesisht bishtajore për kokër, të përgatitura për një panajir farash, që është për para 2 vjetësh në Miras, në kuadrin e festivalin ndërkombëtar të farave. Ishte festival ndërkombëtar, i organizuar njëkohësisht në njëjtën ditë një 50 shtete, dhe ne morëm pjesë, ne vendosim ta bënin në Miras, nga e cila u bë një lidhje direkte rreth 1 orë me organizatorët që ishin në Gjermani. Festivali i organizuar dhe i mbështetur nga Ministria e Bujqësisë e Gjermanisë. Profesor, kemi në fakt në zonën e Korçës, në rajonin e Korçës ju keni konstatuar, zbuluar dhe mbledhur një numër të konsiderueshëm fasulesh. Fasulja ndoshta është bima që ka më tepër lloje të ndryshme, pra shumëllojshmëri? Është e vërtetë, ka një numër më të madh llojesh, njëkohësisht dhe ruajnë karakteristikat. Që është pllaqia e zezë e vodicës. Pllaqia e zezë ka në disa vende, gjen edhe në zonën e Mirasin dhe Volp, e gjen edhe në fushën e Korçës, por e vodicës ka një ngjyrë jashtëzakonisht më të theksuar, të zezë se sa të tjerat, dhe në madhësi, në formë është diçka më ndryshe. Edhe në qytet keni mundur të shkoni edhe të mblidhni aty? Qytezë nuk është problem, se qytezë shkohet edhe rruga është e mirë. Njëkohësisht është... Në Lubonjë keni mbledhur këtë lloj fasula? Kaca, për shembull, kjo është vesëlleze. Fasula vesëlleze, dhe emrat janë mjaft interesante. Janë interesante? Për mënyrën që meritojnë edhe një studim për vetë edhe emërtimi i tyre. Pse i ka quajtur populli me këto emra? Vazhdojmë me fotot e tjera? Po. Gogëzhare verdhë. Gogëzhare verdhë në Gorisën e vogël. Në Gorisën e vogël. Por jo vetëm Gorisën e vogël, kjo është foto që është bërë në Gorisën e vogël, ka dhe në Gollomboç, dhe në disa fshatra tjera, është jashtëzakonisht e mirë dhe përdoret për të mbushur me djathë, me gjizë, për turshi. Jashtëzakonisht e mirë. Dhe është një zonë, duke qenë kufi me Maqedoninë e Veriut, siç e thatë pak më parë, ndoshta ka pasur edhe shkëmbime mes fermerëve të farave të ndryshme. Kjo është, po të që ishte bima, do të që Gruri Qabes. Ky është Gruri Qabes. Nga emri të le përshtypjen që është një grur. Do të është graminore. Kjo është kulturë bishtajore. Nuk ka bishtajore, nuk ka absolutisht do të në lidhje, do të paktën nga pikpamja botanike me grurin. Është bishtajore, po të shikosh aty janë bishtajat, një lloj si bishtajoreve tjera, e fasules ose e bizeles e tjera, po forma është me vogël, por ka disa kokra, ose farat i ka të vogla dhe ngjasojnë me një gjysmë ose 1/3 në kokrës së grurit. Ju keni mundur ta depozitoni atë në bankën? Po, do të ndeshtë, ishte e rrallë dhe është e vetmja mostër, e vetme që... E vetmja në Shqipëri? Në Shqipëri që është. Nuk ekziston me këtë emër? Nuk ekziston dhe edhe kjo kulturë
që disa përshme quajnë edhe trigonella greke, sepse në Greqi do të mundet, jo mundet, po përdoret ende dhe përdoret në mënyrë në diçka më masive, ka emërtime ndryshme. Por emri të surprizon, dhe kushdo që thot grur, pret të shikoj në një kulturë grur. Është një, po e them, është e ngjashme me aromën e trëndelinës. Me aromën e trëndelinës. Jam bim të të njëjtës gjini, të në trigonella që është gjinia e trëndelinës. Po që emërtimin e ka gruri qabes. Gruri qabes. Ne jemi mësuar, trëndelina është me ngjyrën e verdhë, gjithë besoj se e njohim, kjo ka një lule të bardhë. Kemi gjetur dhe një trëndelina blu që quhet, dhe ajo është e veçantë. Ku është gjetur? Në zonën tonë. Në zonën tonë. Në 2-3 vende në zonën tonë. Dhe po kërkojmë për ta gjetur edhe mbas edhe në pika tjera. Dhe është jashtëzakonisht e rrallë. Shumë interesant, e tha dhe profesor Sokrati që Korça është vërtet një qendër që mbart lloje të veçanta të rralla. Po do të shohim tani në ekran se pak më parë pam një foto me kungullin. Unë kam mundur të shoh shumë foto me forma, ngjyra që janë gjetur në zona të ndryshme dhe emërtime të ndryshme, kungull patate. Kjo është kungull patate në Menkulas. Në Devol. Ka dhe në fshatra tjera, është interesante, sepse ka një cip shumë të ollë dhe kur piqet ai qerohet një lloj si patateja. Dhe mund ta konsumosh shumë lehtë. Kjo është një lloj lëmpjete. Rumex acetoza. Ndër të paktat foto që pash me lëmpjetën? Janë disa ne themi lëmpjeta, Korça e përdor jashtëzakonisht lëmpjetat. Po, në gatim po. Po ka, për shembull, kjo është acetoza, ka rumex acetoza, rumex acetosella, rumex pulcher, rumex scutatus, që është e egër. Unë po ndalem pak në kjo e fundit me që më erdhi emri tash. Scutatusin gjendet në zonën Bibo-Voshtic, gjendet në Gramos. Dhe në Kolonjë ka një traditë që gjethet e saj, kur i gjejnë, për shembull këta që i gjiten mal alpinistët, po i gjeten, i konsumojnë, disa gjete për të shuar etjen. Për të shuar etjen? Për të shuar etjen, shumë interesante. Do të thonë disa gjete e tyre mund t'i konsumosh edhe të vazhdosh të ecësh edhe pa patur nevojë për të pirë ujë. Për të pirë ujë, shumë interesant. Po, këtu jemi tek është një lloj. Ne në gjuhën e popullit i themi mashurka. Mashurka. Por kjo është shumë interesante dhe po punojmë me një kolegun tim, do të mbile, është agronom i vjetër nga Erseka, edhe është merit e tij që ka zbuluar për të krijuar si llojin vete. Sepse mashurka në përgjithësi kanë kokra me ngjyra. Po. Ndërsa kjo ka një ngjyrë të bardhë. Në kokrat bardha dhe konsumohet edhe si mashurka e verdhë që është e Korçës tipike, por dhe zona e Tushemishtit e ka tipike, por një edhe fasule bardhë. Në ndryshim nga tjera që po i quaj fasule me ngjyra tjera dhe e humbin atë vlerën e përdorimit si fasule. Si fasule. Ai ishte Evoskopit. Do të ajo që ishte fara, tash është bima. Shumë e njohur, tash bima. Shumë e njohur, ai ishte Evoskopit. Korça për vlerat ushqyese që ajo ka? Korça ka nga mashurkat po quajmë të preferuara. Diku përdoret mashurkë, diku përdoret barbunji, një term. Kjo është tjetër, i takon pastaj fushës së gjuhësisë për ta studiuar, një lloj tjetër mashurke që kjo është mashurka qiqër e shqerisë. Kemi gjetur në Postenan, po të shikosh edhe në mashurkë duket. Po dhe në foto duket shumë qartë, kokra e saj. Ato kokrat i ka, do të në pothuajse si kokrat e qiqës. Si qiqëra. Dhe zona shqerisë, e Leskovikut, shqeria e Leskovikut, e kultivon, e kemi gjetur në Postenan, duhet përmend që në Postenan është vetëm një familje që jeton. E vetme dhe ajo ka mundur po e ruan. Dhe mund të gjesh. E keni shkuar rreth në Boshanj? Edhe aty keni gjetur një lloj tjetër mashurke? Mashurke, kjo është shesharkë. Mashurka shesharkë. Sheshe, që i themi ne, ose që rritet pa shkop, pa mbështetje. Do të në emër interesant, për ndër që shesharkë. Do të në që shtrijet në mbi tokë, në tokë, në shesh. Me kokrat zeza. Po, objekt tjetër studimi janë emrat. Janë mistrat
i them ne për kokoshka, misër për kokoshka. Po, dhe në fakt unë i pash në shumë foto me ngjyra të ndryshme, me forma të ndryshme dhe në zona të ndryshme. Në zona ndryshme. Po. Ka dhe në zonën tonë, në Sinicë për shembull ka. Në Sinicë, për shembull është misër i vendi, misër vendi. Për kokoshka kam gjetur edhe në Përmet, në Iljar, në Pullumbar të aty. Këto për kokoshka, që të cilat gjenden edhe në zonën tonë. Në zonën tonë, po. Rikthemi sërish te fotot e misrit, se ishin interesante, ishte misri i Sinicës. Po të shikoni, është misri vogël, dhe përgjithsisht janë karakteristika dhe misrave të vendit, të vjetër. Që janë të vegjël. Dhe dallohen sepse janë me një numër të kufizuar rreshtat, me 8 rreshta. Që të regojnë vjetërsinë e tyre. Po të shikosh hibridet, tash janë me 14, me 16 rreshta mbasa dhe më tepër. Edhe kanë kallepi, si themi ne, për të rritur rendimentin. Ndërsa misrat tipik të vendit... Edhe në prespë është e njëjta gjë, duke që edhe këtu i kanë ruajtur. Edhe prespës është i njëjti, është shumë i vjetër, dhe prespa ka karakteristikë që kultivon pa ujë. Pra është pa ujë, është tipik, do të thënë misër që i reziston temperaturave të larta dhe kultivohet pa ujë në prespë. Shumë interesant. Do të kemi një grup tjetër fotosh, besoj, pa tjetër, eci me fotot e tjera, për të parë dhe për të njohur. Këtu jemi të shega? Jo, kjo është mollë. është molla, po, është molla egër. Kjo është mollë interesante, gjetur në Kolonjë, origjine ka nga zona e Piskalit. Ajo është foto në fund të vitit kaluar. Unë e mbaj me dhe datën është 28 dhjetor të vitit kaluar. 28 dhjetor të 2024. Dhe shikoni pema dhe me gjithse dimri kishë bërë punë e vetë, ajo i reziston jashtëzakonisht temperaturave të ulta dhe nuk dëmtohet. Kishte shumë fermer që e kultivonin? Jo, jam pemë të ralla. Jam pemë të ralla. Mund t'i gjesh me gishtat e dorës, mund t'i numërosh. Po dhe patlıgjani duke që është i rallë në zonën tonë? Edhe në patlıgjanët janë disa, janë ndryshe me ngjyrën, forma është tjetër. Është ngjyrë e errët, e zezë, është më i vogël, do të thënë kjo është në nevicisht, patlıgjanë e kemi gjetur në nevicisht. Që ruan. Do të thënë ka akoma që ruan. Që ruajnë fare. Pra, po kaq kultura sa keni nxjerrë juve deri tash, tregojnë që Korça është e pasur, jo vetëm në llojshmëri, por edhe në numrin e kulturave. Spec djegës? Me gjumba në Pullumbar. Do të në emër karakteristik, edhe ne e përdorim, një gjumbë, një grup. Po të shikoni, do të në aty kanë dalë, që kur duke specat, kanë dalë nga një pikë. Dhe në Pullumbar, do të në të Përmetit, bëj fjalë në Përmet. Është një fshat ku ju keni shëtitur shumë dhe keni gjetur shumë varitete. Po, në Pullumbar është e pasur, do të në dhe 2 familje, 3 familje, do të mund të gjesh, më i kanë ruajtur, mund të ketë në tjera, po në 2 familje, 3 familje mund të gjenje mbi 10 llojesh. Mbi 10 lloje. Dhe emri shumë të interesant. Ky është speci i prespës, ta mbështetja? Është një specë djegës, jo djegës, këta e përdorin, ata disa i thonë dhe speci për i fasuleve, e thajnë, dhe edhin brenda në fasule për shi, për ngjyrë, ndërsa specat djegës janë të madhësisë më të vogël. Kjo mund vej dhe 30 cm, do të thënë si gjatësi e atij speci. Po e hershme. Po. Edhe tek piperkat ishin shumë interesante llojet dhe varitetet që ju kishit zbuluar. Ne në Korçë kemi mësuar me disa varitete tipike. Kokozhare ne njohim të gjithë. Kapia, po nuk është vendase, me gjithse disa i ka ndryshuar emrin tash, nga Bridhie, do të në Qyqushe, tash i quajnë kapi të vendit në zonën kryesisht të Fushës. Po kishte Bridhie, kishte Vethkë dhe ka akoma Pipetkë, Kobuskë, në Qavzes, Bumkë, do të në janë emra interesant, do të në Piperke kooperativës i thonë, sepse kjo është në Prespë, Pampurkë. Në Pampurka e Prespës, në Gollomboç, po dhe në Gorisë vogël, sepse janë kryesisht fshatra që kultivojnë akoma anës liçenin.
dhe kanë shfrytzuar të shti dhe shfrytëzojnë të reqen e liqenit. Kanë ato kopshtet me sipërfaqe të vogla të konsiderueshme. Tipike në zonën e Prespës, kudo që të shëtitësh i sheh letësisht. Dhe emrat janë interesanta si mbas zonave, që po njëkohësisht reflektojnë edhe në tiparet të frutave të ndryshme. Sërisht kemi pjepër kësaj herë? Ky është një pjepër vendi i gjetur në Boshanj, që fatkeqësisht nuk mundat me do të farë. Dhe më kanë gjetur si detyrë ose si mirat. Duke patur parasysh që kemi dhe një numër të kufizuar banorësh aty. Problemi është sepse ai fermer që e kultivonte atë, është vendosur moshën mbi 75 vjeçare, është zhvendosur nga Boshani, ka ikur pranë fëmijëve, në zonë Elbasanit, ose në Elbasan, dhe nuk kultivohet me. Kështu që vështirë se mund të gjendet, base mund të kenë ndonjë fermer tjetër. Dhe do gjurmojmë, po që se gjetëm, konsiderohet i humbur. Konsiderohet i humbur. Pra mund të ndodhe dhe kështu që një pjesë e tyre dhe të humbasin. Këtu kemi një shegë. Shegegër. Një shegegër. Duhet thënë që mblidhen dhe resurset gjenetike të ashtu quajtëve kushërinj të largët, që janë paraardhësit, ashtu si shta profesor Sakurati në ndërhyrje për lakrën, që janë paraardhësit e kulturave të sotme. Shegegër është paraardhësi ose kushërinjt e largët, që përdore si term të kulturave të sotme. Të sotme, të shegës së sotme. Si shega, po, ka rush të egër, la rush që i themi ne, tjera, dhe një numër kulturash të tjera, të që kanë filluar të grumbullohen dhe duhet grumbullohen. Kanë tendencën fermerët t'i zhdukin duke qenë se ndoshta prodhojnë edhe pak? Këto nuk janë të kultivuara, gjenden në spontane natyrë. Në natyrë. Nuk janë të kultivuara. Dhe rrezikohen të humbin, të humbasin një lloj si kulturat e kultivuara. Bile në base mund të jenë më të rrezikuara. Për shkak të faktorëve të ndryshëm. Dhe ka strategji ndërkombëtare, bile ka dhe një strategji ose një material që është bërë një raport në kuadrin e këtyre organizatave ndërkombëtare të resurseve gjenetike për Shqipërinë, ku janë listuar paktën një 300-400 avërsisht paraardhës të egër të kulturave bujqësore, të cilët janë prioritar për të mbledhur. Dhe këtu janë disa nga ato që ne kemi filluar të grumbullojmë. Mirë, shohim sepse disa foto i kanë përzgjedhur edhe për qepën, duke qenë se zona jonë është e njohur për kultivimin e saj. Qepa tipike e kuqe e dishnicës. Që fatmirësisht vazhdon të kultivohet dhe i janë rikthyer kësaj tradite për karakteristika që ka të veçanta. Mund të them që ajo ruhet jashtëzakonisht. Mund të ruash, kjo është të paktën nga prilli, në periudhën e prillit është bërë ajo foto. Do të që i bie të ruhet 8 muaj, 9 muaj në kushte shtëpie, jo në kushte speciale. Pra rojnë jashtëzakonisht. Përveç qijeve që kanë pastaj. Kjo është një qep që qëndron gjithmonë e gjelbër? Disa i thonë shumë kemshe, do të ne kem gjetur edhe kjo është në Cerckë, po dhe në Selenisë e Pishës të kolonjës. Jo mund të gjesh, për kanë gjetur. Dhe këtu i thonë gjithmonë e gjelbër, aty i thonë shumë kemshe, dhe brenda në qytet në Nersek gjendet. Është karakteristikë sepse përdoret kryesisht për gjethet. E korr, ose mund të presësh, të përdorësh gjethet për lakror, do të thënë që i bëjmë zakonisht, ajo rigjenerohet, ndryshon gjethet prapë, dhe në Cerckë përdoresh me këtë emër, duke qenë në një vend më i mbrojtur, ajo dimër bear qëndronte e gjelbër dhe shumë vjeçare. Lloj të tjera qepësh qepa tipike e voskopit, qepa e vendit, e ka rreza, dhe kjo është jashtëzakonisht rezistente dhe ruhet pa frikë gjatë. Në ndryshim nga ndonjë varietet, ose nga këto që varietetet që ne shpesh ankohemi që priset. Janë 7 muaj, 8 muaj mund të ruhen pa frikë. Mund të ruhen pa frikë. Shpresojmë që do të ketë fermerë që do të vazhdojnë këtë traditë. I kanë akoma, i pjesë e femire. Profesor. Është qiqër. Po dhe qiqëra, po, janë disa lloj qiqërash. Në Korçë, në Korçës kultivohet qiqëra? Kultivohet në sasi jashtëzakonisht të vogël. Jashtëzakonisht të vogël. Do të po hyn në kultura që kanë humbur. Për shembull kemi gjetur qiqër në Postenan, kemi gjetur qiqër në Devoll,
në Ponçar, ka qiqër në Opar, por sa po vjen dhe po mbet. Po mbet edhe tradita e përdorimit e kultivimit, po edhe me humbjen e saj pastaj humbasin dhe ato praktikat e mira bujqësore që i quajnë. Ju keni mundur të siguroni këto fara ku keni shkuar? Po, me dashamirësinë e me fermerëve dashamirësinë e tyre, në rast se nuk e merr këtë vit, kemi marrë një sasi fare të kufizuar, e kemi mbjell vitin tjetër për ta shtuar në mënyrë që të sigurojë një sasi e mjaftueshme fare për të ruajtur. Po besoj këto fara kanë shkuar edhe në bank. Po, patjetër, dhe qëllimi është që të ruhen, sepse po që se nuk ruhen këto nuk është thjesht çështje dëshire që i pashë edhe identifikimi. Po qëllimi është që të ruhen ato. Që të ruhen. Dhe qëllimi kryesor është ruajtja e tyre. Dhe do të shohim foto të tjera. Kjo është qiqëra. Kjo është qiqëra e shqerisë, gjetur në Postenan. Vazhdo me foto të tjera, sepse... Tani kjo është shumë interesante, profesor, e rrallë? Kjo është rush frank, ose rush toke, i tonë në Ersejkë. Kjo është gjetur në Gramos, para një muaj e fërsisht, në gjendje të egër. E gjenë, në Dardhë, ka në disa familje të kultivuar, ose dhe në zona tjera, do në fshatra tjera. Për çfarë shërben ky lloj rushi? Është i veçantë, veçanërisht dhe shumë i preferuar për koktelet. Për koktelet? Për koktelet, për zbukurimet, ka një shi të veçantë. Ka një shi të veçantë, se unë e kam provuar. Ka një shi të veçantë. E kam provuar atë ditë që profesori. E veçanta e saj është gjetur në Gramos i Egër, në një lartësi rreth 1600 metra. Dhe në Gramos, së bashku me një kolegun tim, që gje rastin për ta falenderuar, është amator i resurseve, por dhe një alpinist shumë i mirë, kemi gjetur në Gramos 3 llojesh rush, si ai ribes. Ribes rubrum, ribes uva crispa, po t'i them latinisht, dhe ribes alpinum. Mbase mund të ketë e tjerë gramoze. Gramoze është një perlë, pikërisht për to këshurinjt e largët të këtyre varieteteve, shumë interesante. Kjo është një lloj trëndafili i egër, zinxife, siç i themi ne, më thënë normalisht. Ne jemi mësuar kryesisht me roza kaninën. Roza kanina është tipike në të. Kjo është roza spinosissima, do thënë gjëmbaçe me gjemba, dhe ka degët, po të shikosh, me gjemba shumë të vogla, po veçanta se ai është kokra me ngjyrë të zezë. E gjetur edhe kjo në Gramos. Dhe përgjithsisht kulturat që kanë ngjyra të tilla të errta janë mjaft pasur me antioksidantë. Dhe janë shumë të rrallë. Mund të përdoren dhe për ngjyrues shumë të mirë për pije. Për pije. Po japin pijes edhe ngjyrë karakteristike por dhe aromë të veçanta. Ne kemi provuar bashkë me një kolegun tim dhe kemi mbetur të kënaqur. Ky është një rush i egër, që nuk e gjejmë sot, është i rrallë. Është rush barkuqe. Ajo fatkeqësisht është për vjet, ishte një vit ku rushi u dëmtuan. Dhe ishte, po them, 2-3 veshur të tillë sa i kishte formuar që i kishin rezistuar. Është me kurpiqet bet me ngjyrë të kuqe dhe jashtëzakonisht i ëmbël. Fermeri që e ruante atë, ishte kurpiqet, po të bashkosh gishta, do të nuk jap dot në mënyrë figurative nga... Janë lloje të ndryshme, dhe varietetet të ndryshme rushi që i keni gjetur. Në Cersk. Edhe Leskoviku është një zonë shumë e pasur me... Leskoviku është perlë për varietetet tilla. Duhet të thënë që nga vitet 50 është bërë një studim prap një agronom i vjetër Todo Gjermeni, që është marrë që në vitet 50 dhe ka bërë një studim mjaft interesant për varietetet e rushit të Korçës dhe të zonës Leskovikut. Dhe ka evidentuar dhe është libër rreth 56 llojesh varietete. Të cilat në Korçën e Leskovik, duhet të thënë Korçën e Leskovik, të cilat shërbejnë si material nxitës për t'i parë nëse gjenden sot ose jo të gjitha ato, sigurisht ka dhe veç atyre ka të tjera, që nuk janë përfshirë në studim. Që nuk janë përfshirë. Po nuk e di nëse kemi të tjera foto, se kjo foto më pëlqen shumë sepse duke që është këputur nga një pjesëmarrje në një festival 2 vite më parë,
ku pjesëmarrës duket që janë disa shtete, mes tyre dhe Shqipëria, e cila përfaqësohet nga një lloj fasule. Kjo është posteri i festivalit ndërkombëtar të po i quajmë të bistajoreve për kokë, ku organizatorët, më që e përmenda pak edhe më parë, është Ministri i Bujqësisë e Gjermanisë, ose nga të paktën 50 vende, kam përzgjedhur një foto që i kemi dërguar ne. Edhe është fasuleja Aisha Korçës. Pra, është rastësi, po i quaj, që ata kam përzgjedhur, ose në base për vlerat që mundet të jenë dukur, që mund të mbartë ajo lloj fasule, të paktën nga fotoja, të cilat e kam përzgjedhur për ta prezantuar në posterin kryesor të atij festivali ndërkombëtar. Shumë interesante edhe kjo. Shalqini besoj do Shalqini, Shalqin i Korçës që nuk jam fare me Shalqinin që sot mund ta gjesh në treg. Po, do të ky është në Qilarishtë të Përmetit. Në Qilarishtë të Përmetit, po ta shikosh edhe, do të thënë ka një imermerti, do të thënë sepse ka të le përshtypjen e ekokrizave, do të thënë nga brenda duket si një ngjashmëri me mermerin, jashtëzakonisht i shishëm, atë me ngjyrë, ka një farë me aromë veçante. Po, kjo foto më ka pëlqyer profesor, edhe bëhet fjalë për kjo është vodheja. Vadhë, disa e thonë vadhë, vadhvice. Që do thotë çfarë është? Sorbus, kjo është kulturë egër, pem. Ka në gorë. Jam pak me mollë. Po jo, kjo është me vogël, shumë e vogël. Shumë e vogël se mollë. Madhësia e frutit është 2 deri 3 cm. Aty është kur ka filluar pjekja teknike, ajo tash në atë fazë nuk konsumohet. Duhet filloj të zbutet dhe merr një ngjyrë kafe dhe atëherë është e veçantë. Ne kemi gjetur edhe në gorë, është përfshirë në librin që juve prezantuat, po veçanërisht gjenden në zonën e Ersekës. Është një frut i cili konsumohet? Frut i egër, konsumohet, përdoret edhe si bimë mjekësore, po më po them dhe pak edhe përdorimin, është veçanërisht me vlerë për diaren. Për diaren. 2-3 kokra të tilla të frutit dhe nuk e nevojë të konsumosh barna farmaceutike për diaren. Banorët e kolonjës ende e përdorin edhe për këtë qëllim. Ndërsa këto janë? Kjo është bizele voskopojës. Bizele? Bizele. Që ka një ngjyrë shumë të veçantë. Ka një ngjyrë të veçantë. Konsiderohet për kulturë jashtëzakonisht me vlerë për blektorinë. Për blektorinë. Do të thënë ka marrë emrin e voskopojës sepse aty është përgjedhur nga vitet e 10 për herë të parë, nga bimë të egra, bizele egër, dhe ajo në atë periudhë është futur në prodhim të gjerë. Sot është në kulturat e neglizhuara të harruara dhe shumë rrallë mundet të përdoret. Mbase duhet të rikthehemi për ta përdorur për ushqim për blektorinë, por mund përdoret edhe për konsum për njerëz e kokrat. Unë të falenderoj profesor që na vure në dispozicion një morit madhe fotosh, po sigurisht që në arkivin e profesorit edhe për shkak të një pune shumë vjeçare ka të tjera varitete që edhe njëherë na bën ne, le të themi, si banor të këtij rajoni të reflektojmë për të bërë përpjekje maksimale për t'i ruajtur këto varitete të ralla. Profesor, në ditët e sotme, cilat janë sfidat më të mëdha në ruajtjen dhe rigjenerimin e këtyre variteteve? Duhet thënë që merita e ruajtjes të tyre i takon fermerit. Ne themi se jemi gjurmës. Dhe zbulus të fermave ose të fermerëve që i kanë ruajtur dhe i ruajnë ato. Dhe ata meritojnë falenderime të veçanta për atë që kanë bërë deri tashti. Por njëkohësisht që kjo punë të vazhdojë dhe mëtej, fermerët kanë nevojë edhe për mbështetje. Vendet të ndryshme kanë politika për ruajtjen e variteteve autoktone, për shembull mund të ketë politikë mbështetëse për fermerë të veçantë të cilat ruajnë këto varitete. Sepse duhet thënë që ata pavarësisht se i ruajnë dhe janë vlera të jashtëzakonshme që i ruajnë, ata i ruajnë për pasionin e tyre ose për mbase edhe për nevojat e tyre individuale. Por këto janë vlera kombëtare. Ka një skemë subvencionimi? Nuk ka dhe do të jetë mirë që të përfshihen qoftë me mbështetje dhe minimale.
Pra i fermer që vazhdon të ruaj të mbështetet qoftë dhe minimalisht për atë përkujdesi që ka treguar për ruajtjen e tyre. Sepse duhet të në mënyra më mirë, pavarësisht se këto fara mund të ruhen në bankë dhe aty nuk mbasin, duhet të thënë që edhe një pjesë e fondit ton ka shkuar edhe në bankën ndërkombëtare në Svalbard, Norvegji, edhe aty nuk mbasin, por strategjia më mirë për ruajtjen e variteteve është në fermë. Pra do t'i ruaj fermeri. Sepse aty ato vazhdojnë përshtatjen edhe në kuadër të ndryshimeve klimatike aktuale. Ndërsa ato që janë mbledhur, supozojmë 20 vjet përpara, ato janë përshtatur ndryshim klimës që ishte deri në atë periudhë. Në rast se në këto 20 vjet ose edhe 20 vjet të ardhshme do të kenë ndryshime, ato si të themi kanë stopuar ose në informacionin gjenetik në atë periudhë kur janë mbledhur. Dhe po që se do të vazhdohet të ruhen në fermë, përshtatjet vazhdon dhe proceset evoluive vazhdojnë, kështu që mund të përfitoj tipare të reja për të përshtatur kushteve aktuale ose kushteve klimatike që do të jenë në të ardhmen. Prandaj duhet që jo vetëm materiali gjenetik që të ruhet në bankë, që mund të shërbej për studime, qëllime studimore, por dhe përdorimin e tyre, por duhet të bëhet shumë punë për ruajtjen e tyre në fermë. E tha dhe profesor Sokrati, mund të jetë një nga rrugët edhe më të mira dhe për zhvillimin e agroturizmit. Patjetër. Profesor, ju keni shëtitur në shumë zona, sa po përmendët që janë vetëm një pjesë e vogël e fshatrave, e i numrit madh fshatrash në zonën e Gorës. Tani së fundmi ku mendoni se duhet të shkoni? Janë fokusuar kryesisht kohën e fundit në zonën e Kolonjës. Në zonën e Kolonjës. Dhe arsyeja është sepse Kolonja ka një boshatisje, një zbrazje të tmerrshme, do të thënë popullsisë. Për shkak të një lëvizje demografike. Që të gjeni aty. Unë të përmenda pak Postenani, një familje, edhe në Orgock, një familje, ose ka fshatra që janë zhdukur, për shembull Kovaçisht, nuk kam asnjë banor. Nuk kanë asnjë banor, janë zhdukur. Dhe sigurisht ka diskutim që janë zhdukur dhe kultura që ka ekzistuar në ato fshatra. Dhe duhet synuar paktën në këto zona që janë drejt zhvillimeve të shumë të shpejta demografike, aty duhet përshpejtuar për të kapur dhe për të ruajtur ato që mundet të kenë mbetur. Humbja e kulturës, e varietetit, shoqërohet me humbjen dhe të kulturës përdorimit tyre. E vërtet. Kështu që janë edhe të njohurive pastaj ekologjike tradicionale që i shoqërojnë çdo kulturë. Prandaj duhet përshpejtuar sepse çdo ditë që shkon jemi vonë. Po, është një ditë e humbur edhe një varietet i humbur. Profesor, të falenderoj shumë për gjithë shkandave, për kohën mirë që na kushtove, edhe për gjithë informacionin. Jam e bindur për një pjesë të madhe të publikut e dëgjon për herë të parë. Ju urojmë shumë suksese në punën tuaj, kulumtuese, kërkuese. Uroj vërtet që të gjeni sa më shumë varietete që janë një vlerë e shtuar për bujqësinë tonë, për pemtarin tonë. Faleminderit, varietetet ekzistojnë fermë. Duhet vetëm të rritet puna eksploruese. E vërtet. Dhe fermerët, veçanërisht vitet e fundit, janë jashtëzakonisht e gatshëm për t'i ofruar ato. Por ne na takon të gjurmojmë ku janë. Të paktën të marrim informacionin. Faleminderit dhe ju. Mirë, ne ishim sot një bisedë shumë interesante me profesor doktor Robert Damon, po jo vetëm, kemi pasur në lidhje të drejt për drejt nga Tirana edhe profesor doktor Sokrat Janin. Ju falenderoj të gjithë dhe ju që zgjodhët sërish ekranin ton për të ndjekur të temë interesante në pak nga gjitha. Bashk, gjithmonë do të rishjemi të inteve në mbrëmje. Latëne mirë për sonte.